BDI ka akuzuar komunën e Tetovës dhe shumicën VMRO-Vlen në Këshillin Komunal për miratimin e programit të menaxhimit të tokës ndërtimore për vitin 2026, i cili sipas tyre parasheh shitjen e 21 parcelave me mbi 56.000 metra katror tokë publike. Sipas Lindita Aliut nga BDI, në listë për shitje përfshihen edhe hapësira me rëndësi për qytetarët. Në këtë listë janë hapësira me rëndësi për qytetarët, parkingu tek Veroja, hapësira tek qendra sportive, toka prej 38.000 metër katror në Saraqin, për vetëm 61 denar për metër katror, si dhe parcelat në Reqicë të vogël, ku banorët prej vitesh kërkojnë çerdhe për fëmijët e tyre. Kjo që ata po mundohen të promovojnë si zhvillim ekonomik dhe menaxhim me tokën ndërtimore, paraqet një fakt grabitjen e organizuar e pronës publike me pasurim të individëve të afërt me pushtetin. Prona publike nuk është pronë personale Bilal Kasamit dhe as e shumicës VMRO-Vlen. Ajo është pronë e qytetarëve të Tetovës. Reagoi zëvendëskryetari i Tetovës Albi Qamili. Duke radhitur shitjen e disa pronave në të kaluarën, tha se 1 euro për metër katror është simboli e epokës së Bajram Rexhepit dhe të Uta Arifit, dysha që sipas tij e shiti gjysmën e Tetovës me këtë çmim. Kjo histeri që po përpiqen ta krijojnë është e gjitha floskull dhe propagandë artificiale. Komuna e Tetovës dhe të gjitha komunat tjera e kanë detyrim ligjor që ta miratojnë çdo vit programin vjetor për pronat publike. Edhe këtë vit ne e kaluam në Këshill këtë program si çdo vit tjetër për 5 vjet me radhë. Kjo nuk do të thotë se të gjitha ato prona do të shiten, aq më pak me çmime prej 1 euro për metër katror, siç ishte BDI-ja. Megjithatë, nga BDI Tetovë paralajmëruan se do të ndërmarrin edhe masa ligjore ndaj të gjithë atyre që keq përdorin pozicionet publike dhe që sipas tyre marrin vendime në dëm të tetovarëve dhe janë shndruar në tregtar të pronës publike.